Parlamenti i Qipros do të mbajë një seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar për ndihmën financiare nga Bashkimi Evropian, shumë e kundërshtuar nga publiku. Presidenti Nikos Anastasiades ka 20 vende në kuvendin 56 antarësh dhe ka nevojë për mbështetjen e partive të tjera për të ratifikuar marrëveshjen. Ndihma prej 10 miliardë euro dhënë nga BE-ja dhe FMN-ja ka si kusht vendosjen e taksës 10% mbi depozitat e njerëzve. Kjo çoi në një tërheqje masive të parave në depozita, por më vonë presidenti Nikos Anastasiades tha se do të dëshironte të lehtësonte kushtet e shpëtimit, nëse marrëveshja do të mund të vonohet. Mediat thonë se bankat mund të mbyllen të martën në mënyrë që të shmangen tërheqje masive. Një zëdhënës i njërit prej partnerëve të koalicionit tha se ata donin të siguroheshin përpara votimit se marrëveshja do të zgjidhë problemet që janë në Qipro. Kreu i opozitës George Lilikas, një organizatë e pavarur, tha se presidenti kishte tradhtuar votën e popullit. Përpara votimit parlamentar, presidenti Anastasiades tha se ai ishte duke u përpjekur për të ndryshuar kërkesën. Unë e kuptoj plotësisht pakënaqësinë shkaktuar nga një vendim i vështirë dhe i dhimbshëm. Kjo është arsyeja pse unë vazhdoj të luftoj me Eurogrupin për të ndryshuar vendimet e tyre në orët e ardhshme për të kufizuar ndikimin e depozituesit e vegjël, tha ai gjatë një fjalimi televiziv. Presidenti tha se kjo ishte kriza më e rëndë që kur Turqia pushtoi Qipro në vitin 1974. Sipas kushteve të shpëtimit, njerëzit në Qipro me më pak se 100.000 euro në llogaritë e tyre do të duhet të paguajnë një taksë rreth 6.75% të shumës, ndërsa ata me shumë mbi këtë prag do të paguajnë 9.9%. Besohet se udhëheqësit e Eurozonës, veçanërisht në Gjermani, nguli në këtë detyrim për shkak se sasi të mëdha të kapitalit rus mbahen në bankat çipriote, mes frikës së pastrimit të parave.